Avokati i popullit Igli Totozani është shprehur se reforma në drejtësi është jetike për shqiptarët. Gjatë aktivitetit të organizuar nga institucioni që ai drejton për të drejtat e njeriut në 2015-ën, Totozani është shprehur se të drejtat e njeriut nuk veçohen dhe se minoritetet në vendin tonë duhet të vlerësohen si pasuri. Avokati i popullit mbështet reformën në drejtësi si një reformë jetike për gjithë shqiptarët. Mendoj se nëse ka një institucion i cili kupton më mirë dhe më drejt dhe më shpejt qytetarët, është pikërisht avokati i popullit në këtë drejtim, sepse një numër i madh qytetarësh vazhdojnë të ankohen pranë zyrave tona ndaj pushtetit gjyqësor. Pa një sistem drejtësie të pavarur, eficient, të drejtë dhe të reformuar rrënjësisht, Shqipëria nuk do të ndërtojë dot një ekonomi konkurrente, një politikë të pastër, një jetë sigurt për qytetarët e saj, për investimet e brendshme dhe të huaja, në fund të fundit një shtet të së drejtës. Avokati i popullit nuk e shet dot Shqipërinë në këtë proces pa ndihmën ndërkombëtare, të cilën e përshëndet dhe e mbështet fuqimisht. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Lu, teksa ka folur për raportin e të drejtave të njeriut për vitin 2015, ka deklaruar se do të pyesë qytetarët shqiptar nëse e kanë lexuar apo jo. Nga ana tjetër, ai ka kritikuar qeverinë, pasi sipas tij, ajo nuk ka një bashkëpunim të duhur me institucionet e tjera. Mungon nga dishmëria e qeverisë për të pasur dialog me avokatin e popullit. Ndonjëherë qeveria dhe e gabon dhe duhet ta pranojë. Unë jam vetë punonjës i qeverisë dhe pranoj që dhe unë gaboj. Do pyes çdo që takoj nëse e kanë lexuar raportin për të drejtat e njeriut për vitin 2015. Ndërsa ambasadori OSBE ka bërë apel që institucionet ta drejtsojnë sfidat që ka vërejtur institucioni Avokatit të Popullit sa i përket të drejtave të njeriut.